Dhjetra banor të njësisë administrative Cakran kanë dalë në protestë në qendër të zonës duke kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve administrative drejt njësisë së Levanit. Ata e konsiderojnë këtë një ndryshim që prek drejt për drejt jetën e përditshme të komunitetit. Protestuesit shprehen se vendimi krijon vështirësi serioze për qytetarët, veçanërisht për të moshuarit dhe shtresat më të pambrojtura, të cilët nuk kanë mundësi të përshkojnë distancën prej rreth 27 kilometrash për të marrë shërbimet bazë administrative. Sipas tyre, kjo sjellje e largon shtetin nga qytetari në vend që ta afrojë. Qeveria duhet të shërbej popullit me zyrat administrative sa më afër dhe jo t'i largoj. Kërkojmë në emër të popullit që t'i shërbejë ti komuniteti, pasi forca aktive është larguar dhe pjesa më e madhe janë pleq dhe pensionista. Pra, ne nuk u shërbejmë, por i torturojmë. Po iku gjendja civile, iku njësia administrative. Avash do iki spitalit, ikin e shkollat, pastaj çaj bie te neve, ngelemi ne si fshatrat e humur. Në protestë është theksuar gjithashtu se zhvendosja e shërbimeve do të ndikojë në aksesin ndaj dokumenteve dhe shërbimeve publike, duke shtuar kostot dhe vështirësitë për qytetarët. Për këtë arsye, banorët e Cakranit kërkojnë dialog me institucionet. Cakrani sot përbëhet prej 17.000 banorësh. I ka të gjitha kriteret e një bashkie. Është një zonë e populluar dhe është fatkeqësi e madhe që këta 17.000 banorë transferohen në shkojnë Levan për një certifikat. Ku në Levan do të jenë 2 punues gjendje civile. Le të rrinë njërin Cakra, le të rrinë njërin Levan. Po qëse qeveria nuk ka lek për të punësuar. Unë jam 84 vjeç dhe të bëhet kjo sot pse u do qefi dikujt për të zvogëluar njësisë se e kanë më lehtë ata zotrinjët se sa më pak të ketë, aq më të majmë ben ata zotrinjët. Protestuesit paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë reagim nga autoritetet, ata do të vijojnë në forma të tjera reagimin për të mbrojtur të drejtat e komunitetit të tyre.